Në kuptimin e mirë fjalës. As nuk do i them asnjë gjë, vazhdojeni këtë lloj kalamajsh që bëni ju. Sa po më the bëj be? Bëj be dhe ti s'bën as be dhe as nuk e thua edhe po të bësh be, po be në Kur'an. Unë bëj be në Kur'an. Kur'an që nuk është e vërtet ajo që thua ti ja ka bëj be. Bëj be në Kur'an. Jo, nuk është kjo beja. Po si? Jo, ma thuj ti si. E din ti ben si ti je muslimane. Jo, ma thuj si ka bëj be. E din ti ben. Për atë Zot, edhe për kokë edhe të familjes time, edhe të vllajt tim, që i du shumë, nuk është e vërtet, ajo që thu ti. E di pse e di, sepse unë e ty të kom pa, një sekund tani, një sekund, jo më pavullneshme me dëshirë, me dëgjatë më diçka, ti, kur diçka është e vërtet, ti aq gocë e fort sa thu, unë nuk bëj be nasi gjo, sepse e vërteta, kjo është, ti ndash beson, mos e beson. Nuk e bujt e tjerët. Ti s'ke nevojë të bësh be. Ti e ndryshe nga tjerët. Jo. Ti e ndryshe nga tjerët. Pavarësisht. Libi e ndryshe nga tjerët. Pavarësisht. Ti ajo goca e fort, që kur je e pa fajshme, ti nuk bën be. Unë e kom kuptu këtë gjo. Kam pas edhe raste tjera be. Me dëgjo mua. Pak rëndësika. Unë nuk jom këtu, jo. Kam pas rastet vogla që kam bëbe. Dhe ti e ndryshe nga tjerët. Unë nuk bie pre e lojrave tjerve. Ti? Tani po thua që tjerët e kanë? Dhe ti e din shumë ti gera pre në qofë se tjerët kanë dashë unë zej be vetëm për shkak të ironive, intrigave që kanë. Dhe unë nuk bëj be ku nuk janë djesit e pastra. Unë bëj be aty ku kam djesit e pastra. Dhe qubimet e pastra. Unë nuk jam... Se qa raporti unë kam pas me tjerët, dhe qfar tendence kam pas unë, që ja kam bëm tjerëve me qëllima gjë që nuk zej be për ju, ose nuk ma zej be për tjerët. O zema, mos e më gjithë nga tema, kaq. Jo, sa po më the diçka dhe po të sqaroj. Të thash. Ti e ndryshe. Ti ke bo be, ty Zotit të ndimoft, unë me vjen shumë keq, por unë nuk e besoj. Libi, e kujtojt pjesa që më the... Po më fut thes me tjerët? Po. Prandaj ta kom thonë. Ta thash tani? Prandaj ta kom thonë. Bem përse e zurat e ty? Nise. E kam me ndjesit pastër, edhe me sinqeritet pastër. Mirë, zema. Unë thjesht edhe me duhet të them. zemër pastër. Prandaj e ndjejt bëj be, se e pash nevojshme me bë. Se jam me ndjesit pastër. Ama... Me këtë tani e ke jeme të pastër. Në drejteje, pra. Para ti jam duke bëbe. Nuk jam duke bëbe para fermerve tjerë. As nuk e vujt bëj be para fermerve tjerë. You can't play with me. Ta them edhe një herë, të lutem shumë, mos me ofendo tani ti mua. Më mirë thuj lejme kaq këtë mua bet, edhe unë se përmend sa të ketë tjetë. Se së është, a ka kupta, shumë zemra të thyjen. Shumë njerëz dëmërziten, edhe unë nuk jom këtu për të bo kështu lloj gjërash, edhe pse jeni ju. Nuk jom unë këtu, dhe nuk e kom fare punë, më shumë vje keq për ata që janë jashtë se sa për këta që janë brenda. Që ta dish, më shumë me vjen keq për ata që janë jashtë se sa për këta që janë brenda. Për këta që janë brenda fare më respekt. Dhe mos keni frikë, sepse në qofë se doni unë se bëj këtë gjë. Pavarësisht. Vetëm Zotin e kam si për kokës. Bravo, sikur gjithë. Sikur të gjithë, zemër. Jo sikur gjithë, se ti e di shumë që ka njerëz që kanë frikë edhe njeriu. Vetëm për punë çështjeve ndryshme. Po çfarë për lidhje, çfarë do të thonë kjo? Nuk më dridhet çepiku për asnjë gjë dhe Për çfarë do të thonë kjo, sepse ke kaluar shumë gjëra dhe tani spyt më. Faktit që e vlerësoj unë atë se kush je ti, përveç pjesës ndjesisë, kjo nuk do të thotë që unë jam afru. Për çfarë me? Nuk po të them o zemra, nuk po them o zemra. Ti s'ke asnjë gjë anash.
Por you can't play with me. Olimi nuk po luj me ty. As ti edhe as do Lili Pumpa. Okej? Kur me mua. Mua nuk ma ndjen. Por jeni ju shumë dvegjel ndaj meja. Prap drejtohesh mu me ju. Po. E ke bërë Ke vetën. pak respekt? Po. Jo se kam bërë. Shumë bile. Shumë bile. Shumë respekt bile kom. Kur e kam bërë? Nëse, I don't really care. I do not care. Everybody tregon veten e vet. Privatet kur ndihesh kështu. O zemra, nuk është ky problemi. Nuk është ky problemi. Po ti tani edhe po thu që unë me lujt me ty, me të bë brainwash edhe kështu. Jo, zemra. Jo vetëm mu, por asnjërit nuk mund t'ja u bëni këtë, sepse nuk është e hijshme. Në rast se unë jam e tillë. Dhe mos u tregoni të paftyrë. Limi, në rast se unë jam e tillë. Tek unë mos hajdeni me më përqafu, asnjë. Asnjë se du. Pse erdhe ti atëherë? Asnjë. Everybody is fake here. Everybody. Pse erdhe? I don't really care. Pse erdhe atëherë këtu? Unë? Njerëz. Në rast se mendon atë gjë për mua. Po. Pse erdhe vetë unë? Për çfarë? Pse mos vi Pse u unë? afrove? Pse mos vi unë? Pse jeni ju kalamaj? Pse mos vi unë? Qa po humbun? Asgjë. Ju do humni. Unë s'hup asgjë, thjesht I get winner edhe vazhdoj heci përpara. Unë qa po humb këtu? Unë çfarë po humb këtu? Asgjë. Bile, largoj çdo shumë qia rreth rrotullmeje. Je duke humb. Pse jo? Pse jo? Pse mos t'i shkoj deri në fund? Pse po më afron mu? Pse mos t'i shkoj deri në fund çdo lloj gjëja? Për çfarë? Në rast se unë jam e keqe, pse po më afron mu? Ik vetë e keqe nga unë. Në rast se unë jam e keqe, pse po më afron mu? Se kom Pse po më Kryqin, akuzon e keqe? kom Muhametin, kom Imam Alin, Në rast se kom ti më shef Zotin, mua të keqe, pse afrohesh? kom planetin Në rast se unë jam e keqe, që mi heq afrohesh? gjitha toksinat dhe të gjithë njerëzit negativa. Në rast se filozofi, në rast Jo, se nuk unë është jam e filozofi. keqe, pse afrohesh të unë? Meru me konkreten. Urdhra? Në rast se unë jam e keqe, pse po afrohesh të unë? Mu më pëlqen e keqja. Ashtu se ku më pëlqen e mira. Jo, Libi, s'është kjo. Po, Jo, Libi. po. Nuk po më thutë të gjë. Çdo e mire ka e të keqe dhe çdo e keqe ka e të Ti mirë. do thua që ti pranon edhe një femër që edhe të tradhton? Nuk e kom problem deri në moment, po nuk e kom problem më zemra pse janë njerëzit tradhtar. Unë nuk pres shumë që të zgënjehem shumë. O, Libi, Apo je duke kupton? fol në sens. Unë jam të fol me shumë sens. Ja. Unë e di Okej. shumë mirë që ti nuk ban afër një femër që të tradhton, si asnjë mashkull tjetër. Po çfarë më Edhe intereson asnjë kjo? femër nuk ban afër një mashkull Zemër, që tradhton. ti nuk më ke Dhe kjo tradhtu. është fakt. Ti thjesht ke luajtur një kalama, jo me mu. Jo me mu, se me mu s'lu do. Flërti është tradhti dhe ti e di shumë mirë. Po këtë gjë. ja, më zemra, ja. Flërti ndërkohë që je me dikë tjetër e fokusume, sipas asaj që ti e kuptove se si e shoh unë konceptin, ti do e llogarisje tradhtit e unë. Muhabet kukull është tani. Jo, nuk është muhabet Këto kukullash. janë teori, unë po të flasë Jo, teori, praktika që po ndodh këtu, konkrete. Nuk më intereson. Në rast se ti më shef mu që unë njëkohësisht e fokusume te ty. O, zemra, po bollëre. Unë po shkoj bëj flört me tjerë, pse po më afron? Bollëre. Pse po më afron? Ka që po të them. Pse po më afron? Pyetje bëj. Më lërë të Ta shoh ty boll? shijoj këtë fermën time dhe të shijoj këtë gjën e bukur, këtë eksperiencën e bukur këtu brenda, Çfarë do të bëj? sepse ju nuk dikoni dot tek unë. Limbi, çfarë Jeni duke bërë? shumë Nuk flisje kështu. umpalumpa. Nuk për mua. flisje kështu. Çfarë je duke bërë? Jeni shumë Sa herë që vjen dita prime ti bën kështu. okay. Mu nuk e më intereson prime, për mu jeta është e para, prime është në çdo moment. Vetja ime është prime. Pse po më Okej. afron? Kur mendon atë shkeq. Jeta ime çdo ditë është prime. Pse po më Sepse afron kur është mendon atë shkeq për mua? gjëja e parë që prime, Optimus Pse po më Prime. afron kur mendon atë shkeq për mua, më Aq djal? sa ke dash mua frut kom hap hapësirën. Jo, veti afru. Po mirë më Ta zemra. ditë paktën vetë, Do të pse po më largohem. afron? Do të Jo, largohem nuk tani e thash direkt. këtë. Çfarë do?
Se po më duket komplet lojra fjalësh muhabeti dhe komplet provokim. Unë po të provokoj ty. Po, se nuk është e vërtet, e para nuk është e vërtet ajo që po të për mu, edhe e dyta në rast se është e vërtet, pse po afrohesh vetë? Po do largohem, mos ke, jo realiteti. Jo, nuk thash largohem, mos ma keq kupto muhabeti. Unë të thash, unë... Thjesht po më duket shumë provokim edhe shumë nga ana jote, provokim total. Unë po të provokoj ti? Sepse nuk është e vërtet ajo që po thu. Unë po të provokoj ti? Edhe kur nuk është e vërtet ajo që po thu dhe ti mendon që është e vërtet, pse po ma afrohesh? Po jem la vogël qa një gogël. Okej, vazhdojmë tani. Pse po ma afrohesh? Vazhdojmë tani. Po t'ishim jashtë, të dyve ja u kisha të rëgu venin. Po t'ishim jashtë? Unë kom marrë për një eksperiencë këtu, që nuk ka të bëj fare me ju të dy, dhe unë do vazhdoj rrugtimin tim. Okej? Ju nuk ndikoni dot tek mua. Jeni shumë të vegjël. Jeni shumë të vegjël për të marrë me mua. As ti nuk ndikon dot te pasërtia ime. Mos ma drejtoj gishtin ashtu se po më ofendon shumë. Dhe nuk e pres për te që ma drejtosh gishtin ashtu. Ka që kom u për ty? Ka që kom? Do vi momenti do ta them, mos ke mëra. Në qofë se... Nuk mund ndikosh të pasërtia ime dhe nuk mund të ashtrembrosh ka që letë sa po e bën. Unë nuk du të dëmtoj asë njëri. Ti po më dëmton mua në këta momente. Kështu që të gjithë ata që keni menduar se jeni të shkathët, jeni si lepra. Çfarë? Të shkathët, që s'po kapën të gjërat. Jeni si lepra. Po më përfshin edhe mu prap të thesi. Jeni si lepra. Po më përfshin edhe mu të thesi. Unë si ha lepra. Apo flisim për thesin. Unë ha... Apo flisim për thesin. Drenusha. Apo flisim për thesin. Unë ha... Pse po më përfshin të thesi? Urdhra? Kur tim pas ke bo mu vlerësimet. E ke përfshi vete. Do të më tregosh si e pas mos harroni porosin. Kush do që tjetë? Mos harroni porosin që e kom dhënë. Lutem se s'kan lidhe me këtë gjëra. Lini çaj ke këta llafe. Jo më thjesht po them atë që them. Çaj ke këta llafe tani. Jo thjesht ta dim. Ta. E di sa je duke u gabu? Fara. Po më çon mu lepur. Në aspektin që ka lepur e drenusha në unë jam lepur. Ashtu si unë të kom konsideru ndryshe, me thënë të drejta. Po më çon mu lepur tani. Unë të kom konsideru ndryshe. Dhe me vjen shumë keq për çdo njeri që kom rreth rrotull dhe me ndon që unë nuk shoh. Se po më afron në rast se mendon që lepur. Dhe ti këtë mendim pas ke gjatë kohë që e ke, rast se gjatë kohë që e ke, pse po afrohesh vetë? Po ç'a lidhe ka kjo më zemër? Ç'a përgjigj? Pse po afrohesh te lepuri? Po mirë se po të largohem dhe nuk të afrohem më kur. Jo, kur. nuk e thash këtë. Pse po afrohesh te lepuri? Jo, po ta them tani. Jam realisht lepuri? O zemra, nuk të kam bërë unë. A jam realisht lepuri për disa po afrohesh te lepuri? Tani në këtë nivel unë nuk flas dot. Ti the që ti merresh me drenusha, jo me lepur. Kush është realiteti? Pse po afrohesh te unë? Do thotë që jam lepuri apo jam drenusha? Sipas teje. Unë të di gocë të zgjuar dhe po shoh se s'po përdor zgjuarsin, po përdor krahasim me palidhe. Janë fjalët e tuaja, psikologjia jote. Dhe ti se kupton se çfarë mënyre po trafte muhabeti. Mua nuk e tek unë nuk ndërhyni ta. Dhe të lutem, në qoftë se ke i çik respekt. Fjalët e tuaja nuk mund ta prishin realitetin tim. Rast se ti ke pak respekt. Po. Kur ta thuash fjalën, që e deri në fund muhabetin, jo ta lësh gjysmën trugës. Do ta çoj. Atëherë kur e nis. Do ta çoj. Unë s'lash gjë pa thonë, nuk lash gjë në rrugë tani për tani. Do të tregoj diçka lidhje me mua tani. Ja. Jo do ta tregoj. Jo, nuk du ta gjë. Po jo më zemra nuk du. Kur të kujtohesh ti, kur të kujtohesh ti. Jo, nuk du të kujtohem dhe as nuk du të kujtohem fare. Kur kujtohesh ti me thënë në një moment tjetër. Oj ti goc, shat. Do të jem unë aty. Lutem mos më kalo. Aleluja. Po mos jesh ti dhe ti kushtje. Je duke rreziku shumë, edhe je duke hum shumë. Si mund t'i thush ata fjalë tani?
Po, bro, me rëpë shpije unë s'kam lojër. Unë atë që shohë dhe them. Ti s'ke loj. Në rast se ti s'ke loj. Pse jep vlerësimin e gabum? Ti që je mençur, ti që je inteligjent, ti që je me eksperiencë. Pse jep vlerësimin e gabum? Për çfarë? Lidhje me mu. Unë e kam dhënë? Po. Qa po ndodhë? Po. Okej. Qa po ndodhë? Nuk duhet flasë ma. Qa po ndodhë? A e ke seriozisht? Qa po ndodhë këtu? Nuk duhet flasë ma. Qa po ndodhë këtu? Është ka që thjesht. Pse se qonë muhabetin dhe Nuk do ta çoj kur. Pse se qonë? Se s'du. Tani s'ma dënë mu. Po ty sa ka dash gjatë ko, gilesh vetëm me gjysma muhabetesh. Ke 2-3 javë që ke nisni muhabet ti dhe asë njerë se qonë deri në fund. Nuk duhet ta çoj me zemra. Se nuk po marrë të vendoj njerëzit. Ti sa po e bërë atë gjë? Ti faturën të atë, ke. Ti sa po e bërë atë gjë? Te ludem shumë. Pse afrohesh kur e ke mendu gjatë gjithë kësaj kohë diçka Mos tillë? kemë rakë se s'tafrohem ma sa Ti po thu që u mere me drenusha, ju me lepuj. Po. Ku është situata tani? Mos kemë rakë, si ta duash ti. Pse e përkthe muhabetin tani si të konvenon ty? Pas gjithë fjalëve dhe pas gjithë situatave. Kjo është hera e dytë që e po e bën këtë gjë. Rase herën e parë ka ndodhur. Edhe fjala ke reflektu, edhe herën e dytë, po e bën po të njëjtën, kjo do thotë që nuk e reflektu as herën e parë. Edhe kur e përsërit për zdyti, kjo do thotë që nuk e për të reflektu as njerë. Edhe më vjen keq që pata besim të reflekti i jot, se pas ka qënë falës reflekti i jot. Pas ka qënë falës, edhe më vjen keq që pas ka besu të reflektimi i jot, kurse çdo gjë pas ka qënë falës. Për qarë? Se u bë përsëritje e njëjta situatë. E bëre njerë, fjala reflektove, e bëre përsëriti. Edhe më vjen keq për veten time që kam besu të reflektimi i jot. Për çfarë? Edhe mua më vjen keq. Vjen keq për veten time që kam besu të reflektimi i jot. Përsëriti e bëre të njëjtën. Mua më fakt me të drejtën më vjen keq për ne. Përsëriti e bëre të njëjtën. Më vjen keq për ty fare, mua më vjen keq për ne.